Hapë rrugën aty. Hapë rrugën aty. Hapë rrugën aty. Ta bëje përshëndetjen zëdria, ta përshëndoje Levin. Kush ka me bërë përshëndetjen? Një dy. Do hapi kush. Do hapi. Përshëndetje. Shumë i nderuar, eminenca juaj dhe baritori juaj shpirtëror, Kardinal Ernest Simoni Troshani,
Edhe falenderojmë Zotin dhe juve për prezencën e këtë ditë historike sot. Fort i nderuar president i konferencës i peshqore dhe i peshq i diocezës Rëshën, i mësot Gjesh Beda. I nderuar kryetari i Bashkisë Mirdit, të nderuar parlamentar të Kuvendit të Shqipërisë, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuar funksionar të qeverisë qendrore dhe lokale, të nderuar vëllezër dhe përfaqësues të Komitetit Fetare, të nderuar të pranishëm, duke ju uruar mirëseardhjen. Sot është një ngjarje historike, domethënëse identitare, për forcimin e besimit në Zot, për dritën dhe shpresën, për kujdesën, për të ardhmen, për qëndresën epike, për simbolikën e pathyeshme kundër diktaturave, sepse kur një burgosu politik kthehet si kardinal në vendin e vujtjes, atëherë historia do të shpalli triumfin mbi tiraninë. Digniteti njerëzor pra do të fitojë mbi tiraninë. Sot kam nderin të ftoj kryetarin e shoqatës kombëtare antikomuniste të Shqipërisë, zotin Etem Fezullari, i cili është një simbol i qëndresës sakrificës ekstreme, ish deputet Jugosllavi popullor dhe një njeri që ka treguar forcë dhe qëndresë nga internimet deri në sakrificën sublime, duke varratisur me barkën në 16 antar familjes, por sigurisht të pajisur në mënyrë të habitshme me lëndë plase për të mos rënë për së gjallit në duart e diktatorëve. Ftoj dhe kam kënaqësinë e Etem Fezullari. I nderuar shkëlqësia juaj, zoti Ernest Troshan. Të nderuar pjesëmarrës, unë nuk përqat shumë, pavën e etiketimin, që sot për ne shoqata gjithë të dënuar politik, gjithë shtresa e përsekutuar e konsideron një ditë të shenjtë, me ardhjen e shëndërisë të tia, shëndërisë e kardinalit Ernest Troshan. Prandaj, propozoj një minutë heshje për viktimat e rënë, jo vetëm këtu, por gjithë territorin shqiptar. Nderuar qofshin kur të erë. Nderuar shkëlqësia juaj, zoti Ernest Troshan. Kjo ditë tregon jo vetëm interesin e këtij populli, shumë kuajtur me dekada, por edhe muret që janë këtu janë dëshmitar për atë këtë vend të nëmur që ka paguar ky popull në tërësi dhe në veçanti jemi të nënëve shqiptarë që u tërëqen, që gati gjysma e atyre kanë lënë e eshtët këtu, duke u vrarë në njerë, sigurisht dhe duke vdekur nga pakujdesia shëndetësore, nga ishimi shumë i keq, se jo dhe nga puna shumë e rëndë barbare që ushtronin gardianët e tyre, edhe sot shpirtet e tyre i ftoj të jenë këtu bashkë me ne, të shohën si të shpëtarët që ne nuk i kemi harruar të njerëz. Për komrazi, në mënyrë të veçantë, shkëlqësia i dërguar nga Vatikani, njeriu që ka vojtur burgjet këtu, sot në nderon me pjesëmarrje. Prandaj një duar përpitje të gjithë.
nuk dua të zgjedhem më shumë, por me këtë rast mbështetja e kryeministit qeverisë aktuale për 35 vjet për këtë shtresë nuk është bërë asgjë. U mashtruan me forma të ndryshme dhe më shpërblimin, po faktikisht askush s'ka përfituar ato. Prandaj në emër të atyre teranëve që rënkojnë eshtë të tyre në këmbët tona, i drejtojmë në mënyrë të veçantë kryeministit të krijojnë, të akordojnë një fond sa do minimal tjetë që ne t'i nxjerrëm të abandonuar për 35 vjet. Edhe sot ala këtu territori ku ne sot bëjmë këtë takim shembullor janë të pajtërsuar njerëzit. Prandaj edhe këto godina janë dëshmitar. Flasin me gojë, po flasin me dëshmi se si kanë jetuar ata djemë. Nuk ishin thjesht një sofjesht, po ishin doktor, ishin profesor, ishin ushtarak, të cilët në vend që të jepin kontributin e tyre, atje ku kishin mbaruar shkollat, e lanë gjysmën e jetës për të mos thënë gjithë jetën e lanë në këtë vend të nemur. Edhe njëherë ju falenderoj për pjesëmarrjen në mënyrë të veçantë të gjithë klerikët që marrin pjesë këtu dhe në mënyrë të veçantë pra kardinalin e mirënjohur dhe i shenjtë për ne dhe për gjithë shqiptarët shkëlqësia e tij Ernest Troshani. Faleminderit. Si vendmik pritës dhe qytetari i parë i mirëditjes heroike, patriotike, e cila më së shumti ka vuajtur përsekutimin komunist, kam kënaqësinë të ftoj kryetarin e Bashkisë Mirëditjes, zotin Albert Melishi. Nderuar eminenca ti. Në fajt tjerë. Nderuar eminenca ti, Dom Ernest Troshani, kardinal Josh, nderuar personalitete, nderuar ish të dënuar, dhe të nderuar ish familjar, të dënuar të këtij kampi. Sot është një ditë e veçantë për spaqin, për mirëpritjen, për aktorët që për gjithë shpresën që kanë kanë punë për përsekutimin e komunizmit në Shqipëri. Shumë e veçantë. Këto troje kanë përjetuar dhimbje. Troje kanë përjetu mund sakrificë gjatë, vjerës. Sot e ndëron një ndër ata të cilët ishte dënuar për 10 vite këtu, këtë vend. Dhe imagjinoni nga një ish i dënuar të kthehesh në kardinal pikërisht në trojet ku u përsekutove, u ndoqe, u stërmundove, edhe jo vetëm Dom Ernest Troshani, por këtu ishin figurat më të larta të kohës shqiptar, të cilët nga regjimi komunist, pikërisht sepse e donin Shqipërinë, e donin lirinë, e donin shprehjen e lirë, fjalën, u përsekutuan dhe u ndoqën. E prandaj sot kjo është emocioni i veçantë për gjithë ne, që ndjekim një mesh pikërisht nga eminenca e tij, që kthehet një kardinal në vendin e përsekutimit, në vendin e fundit. Këto ndërtesa kanë përjetuar gjatë, të merë. E në fakt, për regjimin komunist, për komunistët to, vazhdojnë dhe duan të mos ekzistojnë.
Prandaj një thirrje për gjithë ata të cilët realisht këtë vend e duan një vend pelegrinazh, kujtimi, memorie. Ta kthejnë vëmendjen, të kthejnë një muze historik për të gjithë futjet që regjimi komunist i sot i Shqipërisë dhe të gëzoj realisht atë mund, të gëzoj atë që meriton të gëzoj. E falenderojmë shumë eminencën e tij që është sot me ne dhe një lutje për shpirtrat e atyre që vuajten, për atyre që vdiqen dhe për ata cilët përjetuan të merrin energji. Shumë faleminderit. E ftojmë eminencën. Tani lutem me qetësi, me durim dhe shpirtërisht ndjekim me këndtimin e mishës. Ju bekoj gjithëve. O hy, ti e ngritësh një njacin e lojonës në kishën tënde për shpalljen e lavdisate më të madhe. Bëj që edhe ne, me ndihmën dhe shembullin e tij, të luftojmë luftën e mirë këtu mbi tokë për të merituar kurorën e qiell. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd që me ty jeton e mbretëron, në bashkim me shpirtin shajt hyj,
për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej librit të Jeremias profet. Në fillim të mbretërimit të Joakimit, birit të Jozis, mbretit të Judës, Jeremias ishte drejtuar prej Zotit kjo fjalë. Kështu thot Zoti: Qëndro në tremet të shtëpisë së Zotit dhe thuaj të gjithë qyteteve të Judës, prej të cilave vijnë për të adhuruar në shtëpinë e Zotit, të gjitha fjalët që unë të kam urdhëruar t'u thuash. Ruaju se e mungon ndonjë fjalë. Ndoshta dëgjojnë e kthehen secili nga udha e vet e keqe dhe të pendohen edhe vetë për të keqen që kanë në mend t'ua bëjë atyre për shkak të veprave të tyre të këqija. Thuaju pra, kështu thot Zoti: Nëse nuk do të më dëgjoni të esni sipas ligjit tim, që ja kam dhënë, duke i dëgjuar fjalët e shërbëtorëve të mi profet, që unë i kam dërguar vazhdimisht, megjithëse deri tani nuk i keni dëgjuar, do të sillem me këtë tempull, por si me Silon, e këtë qytet do ta bëjmë mallkim për të gjithë popujt e tokës. Priferi, profet, e mbar populli e dëgjuan Jereminë, duke i folur këto fjalë në shtëpinë e Zotit. Kur Jeremia u dha fund të gjitha fjalëve që ja kishte urdhëruar Zoti, ja thotë mbar popullit, atëherë e kapën Priferin, profetën, e mbar populli e tha: Do të shkoj koka. Pse ti e bëre këtë profeci në emër të Zotit? Ky tempull do të bëhet si Siloja, e ky qytet do të shkrekohet, sepse askush në të nuk do të pranojë. Dhe u grumbullua kundër Jeremias mbar populli në shtëpinë e Zotit. Fjala e Zotit. Të thërras në ndihmë o Zot, dëgjoje lutjen time. Më shumë se flokët e kresime, janë ata që më urrejnë pa të drejtë. U forcuan ata që më salvuan, armiqt e mi rënacak. Të thërras në ndihmë o Zot, dëgjoje lutjen time. Sepse për shkak tënd e mbarta poshtërimin, marrja ma mbuloi fytyrën, u bëra I huaj për vëllezërit e mi, I panjohur për bijtë e nënësime, se shkrihem në zell për shtëpinë tënde, për buzjet e atyre që ty të përqeshin ranë mbi mua. Të thërras në ndihmë o Zot, dëgjoje lutjen time. E pra, unë ty të lutem o Zot, në kohën e përshtatshme o hyj, më vështro poshtë dashurinë tënde, poshtë të vërtetën e shpëtimit tënd. Të thërras në ndihmë o Zot, dëgjoje lutjen time. Zoti më dërgoi për t'ua shpallur skamnorëve ungjillin, I lumi ai që nuk do ta birë besimin në mua. Zoti qoftë me ju. Lexim I Ungjillit të Shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi erdhi në atë qytet ku ishte rritur
i mësonte qytetarët në sinagogën e tyre, ashtu që të mahnitur thoshin: nga i erdhi këtij kjo dije dhe kjo fuqi mrekullish? Po a nuk është biri i zdrujtarit? Po a nuk i quhet ëma Mari e vëllezërit Jakob, Jozef, Simon e Jud? Po a nuk janë ndër ne të gjitha motrat e tija? Nga atëherë i erdhën këtij të gjitha këto. E kjo u shkaktonte mosbesim në të. Prandaj Jezusi u tha: profetit nuk i jepet nderim vetëm në vendlindjen e vet e në shtëpinë e vet. Për shkak të mosbesimit të tyre nuk bëri aty shumë mrekulli. Fjala e Zotit. Parimin e parë kur në kjo për të që bajnë për me e kujtu, mandina pa mandin në krypshi, të këshmine që të anshme të popullit të posë, e vëzimin e përpashën të marmote. Po të të rohë mas 63 vjetë. Që 60% të ujë ndoshë në sjeni pashteri. Herë me tërgu, pse po gjithëm të sot, e besnikin e popullit shqiptarë, për 2000 pas zot, për vëzimin e popullit e për ushqimin shpirtar gjithë komitarë. Në 63-shin, u vëra presidenti John Kennedy. Papa, në urdhën, me thanë, trimesh, gjithë më shtarë dhe vosë. Përse i pari president katolik roman. Në të gjumë të, në të rrësht ishe i abonu në rrëjësën sovjetike në Frankë, vite për Moskët. E që në këjdi për Shakelinën, aty ishë një kuadrë i malë. Fjallë fakta, natën e Krishtinëve, 63-shin, pas e ta shpreshin, ta në popull në mesh, 4 vetë, bunë hevra, që më shtjelma, në më popull, i të nëmë për më varë detarë. Arsyeja, që kishtë të thanë që po thanë sot popull, jena gjithë bitë e Zotit. Krishti është babi i gjithë njerëzimit, i gjitha njerëzve, gjitha feneve që janë. Ka dërgjakun për gjithë njerëzit, jo për katolikët e këshanë. Për marë botën. Jeni bitë e të madhë sot. Me dashë një tjetërin, me dashë atë dheun, me bërë të vërtetën, me përhapë të vërtetën, e me nërë shpesë dhe jesë. Arsyeja dytë, në revistën i fanisht John Kennedy, për Moskët, e thanë popët, ka thanë reshpar, kriminelin e fjallë pa utat të sateshme. E treta, akuza, ishte fjallë se, ka dhe mos zoti, 70 vjetë i ka musht me shtarisë. Në qashë jam shvëru me patë shtjepin, e kërësën në asë e njëtin. Tërë eksercisma, një fjallë që se keni nikur në është ta, latin, se që s'ka shkrive shajt, e bota e kulturës katolike në latin, dhe për latin dunë restike. E loajnë të 13, ky mas është papa i madhë sosjen, mas titullit kishtar, loajnë i katërojnë, si familjar, Robert e ka, endin, e bajnë i këtë ljutive, e sosisën, dhe në për botën, njerëzimin, shoqërinë njerëzore, për tentativët gjallë të mahfu. Nuk e dhja e keni një emnin, ta dhe ka për la mort. E shoqëristi maj madhë ka dek para pak vitesh. Pa dhe zërën e përkume, e shkoj në Paris.
Ka dhe intervjist e kejtë në internet. Ma që pësoni mu, shikjoni internetin, në qëllarë. Intervista con Lucifero, e djallën e Maltin, e pitarin e djemën këtu në të thare. Edhe thot, bota a mushën me miliona djemënsh. Po të shifin me sy tu, i do të ditë që përfiket, ka qenë të mërshëm. E tjera në tana. Edhe urdhën Krishti djallën, me mësu gjithë pape dhe vocë, që ka të bajnë, për me hapë dhastin, dashnin, pajën, e jo vdekje, por poshën e të njëtë e rëmni. Pa të malë Zot, e në dhysh për të falënëroj, Zotin që në ka bashku me shtetën e të mërë këtu. Falënëroj, e që të zanër, njerëzit e qeverisë me atë bërim e me dashnin kanë bërit. Falënëroj kryesisht deputetin Fisnik, të mdoshi, që ka përket e ta aposët e ta e vizhjeve, për kajtë episkopal Shqipëris, Shkështjeni Shqetan, edhe ju zëtë, që ke thënë kërshit po, për shkorë në shpashë, shpashë dikushë, kërë me u bashku gjithë anën të kërshit, edhe ngerë flamurin e pashë e dashnish për gjithë popullit vosë. Si kardinal antar i forumit natë kishë botore, që kardinal pa. Pa ndështë të manë Zot, në papëjtën në të natë këtë titull, por a kanë i thërëshu për natë, që e ti për papës Francesco. Jena të ndavën tu për me njohë se jena kërve për të Zotit. Jena shtektarë për lujnit pa matën. E vjenë për qilët, mishteri ma madhë që ka amshimi, i virit ma Zot natyrë hinore me natyrë njësore, për me pështu natyrën njësore. Po përse? Në është a gënë një, po e përsis. Kur ram kati, Adam e Eva, fjara ati gjithë pushteshim. Unë e tha, i ndërtet për njerim, honam anë mishisënë, e ti që kontet ka vëtu, me stetit a gjartit, gjallë më tu, me grusht në Krishtit, dhe shkjanë mishit, ajo të shtypin kërtan, e fitore do t'jetë përherë me njësë e drejt e dështishinore. Jene të kërju të shpari, dhe shkut, se po kras pak me gjuhën e Krishtit, dhe shkut, omës homsarë shpiri. Zoti dënë me pa gjithë tjerësit, që janë kërju këshushën vërë, deri në thotë shekullit 20, bota ishte 1 miliard, duhet me ditë të popullit. Për 160 vjetë, që jema të ashti, jena ba 8 miliard e 500 milion. Lunja e të plasat, për kërësi, kërve për Zotit, për pavdekësi e për lumin. Krishti vjen për me shpardhët djallë, por të dhe shpalli. Doktori madhi popëve, a mas kishë shpalli, dinite, në Damaskë u këtëry. Në asë se Krishti vjen për shirë, për me dhënë shpresat e të njëndë, marë nërëzimin. Mundohen djetarë, shkencetarë, miliarderë, fushishmit, vajtë të vëgjit. Por, me ishtë jena njerës, se shpirë njeri është i përbanë për i shpirët pa dekshëm e të paranë. Për trupit, që i zëgjash i vëllën, ka punë. Por, Krishti vjen, me shpërthadu të tekje. Si mërë, që e të folë, po marë, ordojnë historinë. Autentike. Lazër miku maj mushtë i Krishtit vdesë. 4 dit i vdekun. Kthehet Krishtit e Maria, Magdalet e të Marta, modrat e Lazërit. Ko Lazërit thot? Ban Krishtit se drek si dite. Ka dekshët e kena 4 dit. Do të njënë, e tim që të njënë funë në gostë, jo i tash. Gjithë popullit 5.000 vetë ishin judej, hebrej. Dhanë ku ishte horë i Lazërit. 15.000 vetë anë për anë dhanë të nëshme. Dere kishte para bosa theshme edhe bosa soshme. Ka të fjallë u shqiptonë Krishti. Lazër e ishte foras. Lazër, dërë jashtë për i vorëzit. E sa vorë dhe hegun, njënë Lazërit, në shumë të 1.000 vetë, se 20.000 vetëve, diri, toka, e njerësit, gjithë të kapë, për
se fenomeni maj ma, po, nuk është i vetë Milazi. Shkime shajt në një tarë, thonë, që janë me qina, njerës që ka njallë kishë, se për te kishtë ardhë, ka me shkatru thekje, e me dhanë shpesën të njallë gjithë në zimë. Bilet parë shpari thonë, në rast se Krishti nuk dhë që shkatru thekje, feje ishte e buku, po ishte zero. Se të të pete po shteti vdekjes në njëriun. Për te e ka shkatru, e ka dhanë shpesat gjithë në zimë, e shdo njëri, kur vdes në kajnë, në shkjani ishë. Po du me u shqitë mantru si kardinal i Vatikanit apo i kishë. Një më shqiptar, degun, më kanë larë në Firenze, e kam pa më shqipin. Kuptime se nuk ka vdekje, ka në rrim vjetët, o për lujnë pamatën. O për shkime shëtë, dhe më patë rrim të lorëm, gjërën të rabje t'ilur. Dhe të shtirë këtojtë në një e parizët që në përtanve. Trimat, besnikt, haroj, vëshëmtar, rabje t'ilur, e gravishim qilë. Për thjenë në asot e të njetën, që me kishën shka vdekje. Objektivi i parë, qërimi i parë i shënirët, kur linë, e njetën e vetë, si otarë në këtë botë, ashtë me mendu me shirku shpirtin. Djali i ri i vjen para kishtë e thotë, ma kishtë këtë fashën vite më ta posile jamë. Mësus, që të bajnë për me fitu jetën e pasosën. Katër fjallë thotë kishtë e zotën. Serva mandata dhe i mëri. Maj, ordnimet e hatit temë. Ordnimet e hatit janë, dëshnja e pamatën për kryusin. Vegetacioni, lërimi, miliardë e lureve, gjitha rëkitja, gjitha kapë, gjitha 50 miliarda, që është natyra, gjirimi tokë që se shmangët një mitën orbitës se ishte flak toka. Ujë, i përgon për dy elemente helm, heldio, i bashkum për ujë që është mërkuri e përdishme për me majtë gjithë njëskim në gjamini. Pra, gjithë po të shumë ashtë e Krishtin, po Krishtin ko kërë vazë në votëra. A e babi gjithë nëzimit, e që i ti hynarë, dërë me pa omës sarë shpiri, du me pa të gjithë njësë në Parisë. Kam arë për me gjithë dërë në tërpin, e bari me mirë, ku shëmë në vathë, i më më ndelja, apo dhja, njësë të vapë, shpyrë apo bora apo shi, a shkep a të rënatë, shkopin, e qenë për harra, i në të lumë, me njëra kapë, mandja pa matë në kishtë të fjallun, e dhe në sopa. Gjithë popën e shikën, kam gjithë delë në tërtën, kam gjithë për katë norën që a këthy ka zotin, ma në mëndmi këtë fjallë të kishtë, zimë matë malë, ka parrizi, për një katë nuë që këthejët e pështanë, që sa për milionët e angjë shenë që janë parrizi. Pse kam artët për më katë norën. Shpeti të thotë, am të thotë, duth sëtë. Atëherë kishtë i thotë, tu është Petrus, e shë përhanë Petrë më difikava kërësë me jamë, e të portë e një për një përavalet në atërë se jamë, e që atë kishtë në atimë. Ki e shpjetër, ki e shkamë, për mi ke shkamë dhe të nërtoj kishën kamë, e dyrë të farë, shka të në një kurmi ty, e ka me kanë ju dhe në punën e vosë. Që atë kishtë, 2000 jetë i ka majtë kishtë sa zëtë, e du një pamatën edhe shni për qitë nëzimit. Në shekullin e 4 shohet një farë për me dhanë një kuptim historik autentik. Atëra me barbarët e verit të Europës. Gjysë milionin të vëdotën të dhamë, vërshullen dhe të Europës. Pushtojnë Francën, hinë në Itali, hinë në Romë, futën në Vatikan. Leoni Past, që është i 14 i shenë të jetë papi madhë soshmi. Kushe e thotë i papa, ego shumë të gërëm dhe ego, unë jam shpraka Zotit. Në asë që e shpraka Zotit, banë që shka Zotit të ka në ju. General Prishin për me vëmë zjamin i shpetit. Urdhë në gjojnë, atëra, presidenti malë, me shpatë në përdhe. Jep urdhën general e ushtisë, thetë para pa. Malli, shkëndodhë shumë, shkëndodhë shumë. Me Krishin janë fjartë pak ta. A të shnja pamatën, pa forca e pamatën, në më tha, të qizë zjarë për hunës e për gojët, o bunin të dorën për, që janë bëmë sjemë, në sekundë, gjysë milion ushtarë që ke, dhe dhe që këthejnë hi. Ushtet trim, e që shtë më në kishë dalin.
unën të në kokën, edhe ikne lanë Vatikan, Romën, Italinë, Fransën, shku në landë barbare. O jenet ki kryve për dhe Zotin. E Zotit dërë me në pa që dhe në Paris. Parë për në parë Paris, duhet me dash Zotin, me të në pëshit shpirt me anësamës. Duhet me dash një anë tjetër, me të në pëshit e shpirt e zamës. Duhet me shetë nuk pënorën, pasë të dine pënorës. Të kalogë, dhe të urdimit e Zotit. Modernisë që mësoshim është në banë një Zotit dytë, që shkëtërën botën, që djallin dërë me e shkëtërën botën në forma tjera, e në antë marali. Pra në dhe, dash me njek mu, marë urdimit e Zotit, shkëtënoj pënorën, shikëm me shëshajnë që dhe feshtë të numërë. Në marrit e vortnin, me të një parë në qilë, jo në qilë, në rrimë qelorëm, me të një qilë dhe thotë Krishti, anërtu për bujartë që një mojtë vortnit. Miliardat e kësaj bote, materia, shka është, asot përre se eliminohet. Do të eliminohet kur vi kishtë me quku botën. Nuk e dirë se ku është, por ka më ndohë thot para, një tërvëllim e madhe që sa kanë kur, as ka më kanë ma kur. E më se shkurtot atje atë ditë, së të me të gjatë thëmnit në botë, që atë e Krishti, o jetë një. Thëjnë ka Zotin, birin në panim, ushtimi së shpekume, në tesh e 36 miliard lirëve. Në pobaj astronomi, hyllore, po në rasë e dini ashtë 114 milion kilometrë akpenësh. Janë 6 sferat, stratosfera, homosfera, heliosfera, exosfera, nosfera, të cilët i binë rezidilt 140 milion kilometrë, i binë tokë e diqim në këtu. Ligji misterit ma zëtë, sa si astronom, por këtë dini, ma mirë se unë, por aktivitetin që Krishti banë që ditë në botë e vizë popullit gosë. Në anën fetare, ka një që më ka të dojë, thotë Krishti një familje, ndoshta shpërmëzis më sejtë. Dy vlasë. Për babë, si shumë noshën janë, sot që në njështë, o, baza, duhe ma qefin tëmë, për shkoj ku duhen, gabim maj madhe. Babë të du me dalë me tu në vidi, në qefin tëmë. Baba, gjana babë se nësë, shka madhe, sa shila madhe. Një marë babë, i thotë, me gjana tyme. Djali ri i pa urt në mentia, shkon në defrime i maritetë seksë, budaleshje e tjera që rënë djali ri botnore. Gjëra Paulusin në Kolumbi ka thënë du me pa që t'jenë të vazhë dhe posë në Paris, fjara kishit, tërë dhe për para. Mirë po vesis që në vdekje, i erdita në dhënë shpirt me dekje. Në dhënë. O këthejmë ka baba, ja kam zinë ftyrën, e kam shneru fishin e të madhë të vogë që jam e tenë mu qujtë bitë jesë ku zhanë. Po e disa babë, mi qëtë nëne babë, janë fjallë në matamër që ka bota, qërori. Shka pëstajës, baba najë në sopa, shëf një lypsë, zhele, të shiku, ka kurin lukë. E ljohës ishte biri ti. Ishte ba, hata mu ba më sy, pa i veshe pa i thëjshis kështë qënë mukati djalli zëndëri që largohet për i zotë. O babë së mden me shiku më sy. Kam pa që i dhësizat ku në fishit, ku në tetë, ku në komit e atë dhe tana. Po e di që e babë, e shë me dekë, e me hangë sorë, anë të ba, eja marë vjerë se tu është njën të jeta. Se Krishti ka Allah, ardhë, e me dhanë të plën e jetë në mandësimit. Shëptarve, bini kostumin më të mirin, kusht më të mirat, për ndashën më të madhë. Të thëmë këtë ditë, ditësimit se kej dhekur të kështu. Kjo është atë jem qëllar, që banë me më këtë nërë, thotë Krishti, jonë, Krishti zëtë, që t'jenë të kartë për qëto njeri më këtë botë. Por, ama, më dojë mirë, ta në thotë të kërës, e kënë të nëmru para ati temë. Thotë Krishti, e në mërashën kapiri, kapi zesti. Shumë kushë kujtën, po bajnë tërë. Po rajnë, po shpifi, po... Ska me gjanë pa dhe shpërume. Nëse fjallë që kemi folë vesh, do të dalë për mitegu la.
se të kishtë zëtë tëmë. A pak si vapë, pak si po dy fjallë, mas sa bildë të konë që me po më shqiptarë se kam një 10 vjetë që jam jashtë në Europë e Amerikë. Kështjena ka zoti, të të nësoj bekume në potë përdo, në Veçëvorje, një shenjë qëdishëm, a kënë një po jo, dhe të mistere, shenjë i mërkullushëm, i pashkatrushëm, i bukur dhe në qilë, dhe në fundë në bocë. Shenjë se horizonti i arës kishit nuk e dinës përkush, por ma shenjë epet për me usjallë, marë popit të bocë pa zoti, me dashë një tjetën me tanë, përqi të shkirë. Me një mu që të bashkë në botë, me shketnu punonë shenjëve. Mos me unë kush përsat. Nane babë me akushtu fëmijë, familjen, nësë papër një së shbekume. Shenjë që njënë, në apokalipsë a libri ma kështeti ma një që kam kësha. Baba thot, signum magrum apart in cielo, muller amica sole, njuna së pejtë pëseus, e të kërën së të radë dolqin. Një gruet ma nushme, ma shtishme se dhirë, me hanën, me kërën kamë, me të vëthyë në kokë. Shka është kjo marë? Ka zojë bekume, shumë kushe e ka harëmës të krejtë. Me tesha qësë dhëtë, me tesha e 36 miliatyve, nëse thonë se dili ashtë i malë, po ashtë hyllë alfa, anë më nëherë, a më nëse dili, po hyllë sidish, 2 nëherë më nëse dili. E së për zonë kojtjesë, se më t'i bashkës astronomike, po me njohë se Krishti, po për listë, e listë janë tjetë zbatohen që në shumë të listë të janë. Atëherë, në pamin e madhe, zërë bekume, me pamin që e duke të është 2000 vjetë, shka pisha së vend në shënë posë. Në duke dhe saja, në Lourdes, në Fatima, në Francën, në Belgjikën, në vend në shënë posë. E në Veçëvorje. Evangelje shtonë e rjutë, mu këthy ka zotë i vlasë në votëra. Materja shtenë dhe e në vërë. Shpirti dashnia për një tjetrin për Zotin e hapë të lumisë. Kishtë janë shmesnash. Ku janë dyve të lutë, i të të kishti. E manushme zojë të bume. I bantirje manë njërzimit të një kanë birë. 4-5 të du. Radio Maria, dhe Maria e komentarës, e pa të lirit, organi maj përshishëm që 35 milion vetë e ndjërën për ditë. Hapë sajnë e madhë dashnisë, pashe të nësimi që të popëve. Me 4 zare në ditë në dorë. Qa e të thanë, ma? Po të marrë një shkret po thu, po në këtër, dëmëtër, nërsa po të humët edhe jeta. E ke dësti me jurut në asë kishë që ka qilë tokë e që shka indërën tërë, bashkohë me tanë për në kishë, për në zojës bekume. Janë gjithë vazën katolikë e muslimani e bërë e që të falë gjithë vitet madhë zëtë. E në për alë ditë e Krishtit, e kena pas dje, si e thë shpetit Krishtit. Kur peshkatari zënë pesh të lajtë njerë, po zënë dhe pesh tjere. Kur vinë Krishti, engjët kanë me da, peshtit të kësi në vedi, të mjetë në vedi. O, në kena ditën e hinore, kena shpesën jesë, nuk ka vdekje, që të foshim dhe për nuk ka vdekje, ka dalje shpirtit pa dëkshëm për jetë avshume. Si ma sebe për shqitbanë, kene pas që shpërdimin. E hapë ku da në qëta familje, në qëta komë, në qëta vëndë, që janë amel dashnis, nimen ekonomike ku shket direkt i shkut në Paris. E hapë një pashen në zemën e njerëzve. Dhe në interesin, se ku shtë thot Krishti, ju që jeni pa buke, pa shpije, pa smunët e shtypun e gjithë zesat, e koni mas pari lumnin e Zotit, e dërësin e Zotit, e qita të mjetë dhe të jeni në këtë botë. Për ishë gjithë manushëm, o mush më hirë, jetës të t'ju gjithëve, i bindë të gjithë më të vosë, të thërën ka Zotin në dosë një të përgjishme, i bashkohë gjithë popullë një pashë në besë një hinore. E zani pashë në kam se të kishët, i glojë, se rejëzër vidë që shnitë nga botën, dhe që të hanërëzim të plotë, ku shtjetë maj Zotin, me dashë Zotin, me do shtjetin, me dhe më tjetërin, e me pejtë të një alë në luitë parimshit. Kjo të u gërështi.
O Zot, bashkë me bukën dhe me verën, po të besojmë. Po të besojmë këtë gjaket, si dëshmi të gjallë martirizimi, që kur nuk do vdes, te pragu i parajsës tënde, o Jezus, ti njihi e priti me dashuri, dhuroju atyre paqe, që në këtë tokë forte dëshiruan, por në përnetët e errëta të jetës, kur nuk e takuan. Mbi këtë altar, o Zot, pranoje të lutem këtë kapele, që mbi koka martirësh dëshmoj 1001 tmerre. Në ndjellin e egër të spaqit, që diqte si ferri vërtet, kjo kapele ishte e vetmja hije për trupat që lëngonin në jetë. Të besojmë këtë flamur të kombit shqiptar, o Jezus. Një komb që ron me tregue, gjurmët shnjërzore të historisë, me shpresë dhe lutje për bekimin që ky komb të njohë paqen përmes pranimit të vetvetes, dashurinë për vetveten, dhe të gjej vullnetit të ngrihet si shqipon nga hiri i vdekjes drejt dritës së qiellit. Amen. I begovi dhe të qësisht. Për i sa të përshime që do të ashtë për të tokës. Le të pëlqej, o Zot, hy kushti që po ta paraqesim në përkushtimin e shëninjatësit. E bëj që këto mistere të nderueshme, gurë çdo shenjtërie, të na shenjtojnë edhe ne në të vërtetën në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Edhe shpirtin tënd. I latojmë samra. I jeni me Zotin. Fatërëm Zoti hyjnë tonë. Për një mend është punet tenj dhe e drejtë, është detyrë jona dhe burim shpëtimi. Të të falenderojmë gjithmonë e gjithkund ty, o Zot Ati i shenjtë, hyj i gjithë pushtetshëm dhe jamshuar. Sepse në shenjtrit që u kushtuan Krishtit, për shkak të mbretërisë qiellore, ne kremtojmë provanin tënde të mrekullueshme, me të cilin njeriu e Krisht në shenjtërinë e parë, dhe bën që ai që është tani t'i shijojë dhuratat që do t'i gëzojë në botën e re. Dhe prandaj,
bashkë me shenjtrit dhe me të gjithë engjëjt, të lavdëroj duke kënduar pa pushim. Me hirën e shpirtën, që të banë për një korpi e gjaku i sotit të Jezu Krishti. Ai kur voluntarisht po pranon të mënimin, mori bukën të dhe shajtet e mërbushme, e që është një natë pa qilë, pa pijati që të poseshëm. Të faderës me lutin e bekimit, e thej, e ola posmin sansët e ta. Merni e hani të gjithë për ti. Ky është korpi jam që do të vliot për ju. Po ashtu më shëndytarka, mori edhe kelkun, përsi të faneru, jo dhe aposën sansëve të ta, merrni e pinë gjithë për ti, kjo është kelku gjapëtëm, i besnidës së reja të mshume, që do të ardhë për ju e për gjithë njerëzit shpërblimin e mëkateve, bani të në përkundimin tëmë. Misteri pes. Po të kushtojmë ose të bukunie se kelku në shërbimit. Po të falim nërsh, që në lejo që nërë pra në të shërbimit. Po të lutemi me përbëtimin, që shpete shajtë në bashkoj, një të vetëm dhe te që parën pjesë në korpën në gjallën e Krishtit. Të bjerë me ndo Zot për kishën tënde që përndarën e kateranët të botës, përsosje në dashuri, bashkë në papën tonë dhe onin e 14, me eminencën e ti Ernesti, dhe me i peshmin tonë, Gjergje, dhe me të gjithë lejë tonë. Le të bjerë mend edhe për vëllezërit tanë e motra tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde. Të lutemi edhe për të gjithë ato të vdekur në këto miniera, në këtë vend këtu, të cilët kanë vujt dhe kanë lanë edhe jetën këtu. Pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate.
Po të lutemi ki mëshirë dhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marinë Virgjë Hylince, me Shën Jozefin fatin e saj, me Shenjtërit Apostoj, me Shën Ignacin e Loyolës, Shënën Terezën, të lumin Vincenz Prenushi me shokët e tij martirë, me të gjithë shenjtërit që gjithherë të pëlqyen, që të madhnojmë e të të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, Birin të. Në për Krishtin dhe Krishtin dhe Krishtin, ty latë i kushtëshë, dhe bashkim me shpirtin shën, dhe ashtë dhe venati, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Gjithër nga unë se guslet si masërësimit të rinur, marëm këshën të tomi. Sot për gjitha të shire, edhe për kështëtane, në e pashën të tona, në sajtë e ushqire sajtë, do të lërën për gjithë për gatit, e do të jemi të sigur për qëtë të rëpullimi, të për shpërës në lume, ardhën e shërbusitorë, Jesu Krishti. Pashën të Jesu Krishti, të këtana pashëve tu, po i la pashën, po e a pashën të eme, ma se shkëm ka tona për vetë kisate, e pjasari. Si ma zbone satë, pace për shkëm, i që të në përnë sheku shekule. Pace, Zotë, kjo për e të Ja japim janë i tjetërit shenjën e Qaj që shqipë kate të kosë, du më ata që në kishëm kosë e qenë. Orte falin në orte në shpishtë të tonë, i ru shpishtë të tonë për jetë pasosë. Tani është momenti i pungimit, ata që zakonisht e marrin pungimin kish dhe e din tashmë se si funksionon, bëhen gati të marrin pungimin tu përpara derit, të tjerët ju lutem ulemi dhe lutemi në heshtje. Yes.
Flia e lavdisë o Zot që kemi kushtuar, duke falenderuar për shënjacin e Loyolës, na drejtoft që ta lavdrojmë gjithmonë madhërinë tënde në për Krishtin Zotin tonë. Dashur vëllezër e motra, të nderuara autoritete, i dashur rest, eminencë, është një rast, një privilegj i madh me ju pas këtu, në këtë vend të veçantë për Shqipërinë, por sigurisht edhe për diocezën tonë të Mirditës. Dëshiroj të falenderoj nga zemra shoqatën e përndjekurve, Zotin Etem Fezvollari, dhe du ta falenderoj duke i kërku falje. Pse? Nuk e kam besu se do të vinte kardinali, kam mendu se ka shumë angazhime, kam mendu se vapa e madhe do të pengonte, edhe thash, ja, nuk do të bëhet, por, bravo, e keni arrit qëllimit, e keni pru kardinalin këtu, në këtë vend, dhe kjo është merita juaj, e shoqatës tuaj që e keni ftu kardinalin këtu. Kështu që është një gjë shumë e bukur që eminenca ti është këtu këtu, për me kremtu mesh, jo ma me bajt vagonat me mineral, po për me kremtu mesh, me nejt Zotit Dati. Du të falenderoj gjithë ata që kanë pak mundur edhe këtë kremtim, në shtarët e pranishëm që janë këtu, kanë ardhur nga Kosova, kanë ardhur nga dioceza tjera të Shqipërisë, Don Mariani nga Shkodra, Don Zefi nga Sapa, Don Alberti nga Kosova, nga Kroacia, Don Marku nga Shkodra, Don Lushi nga Kosova, Don Mardiani, Padre Kola nga Tuzi, Malizzi, këta tjertë janë shpis, pastaj Don Genci, Padre Mikeli, Don Gusti, Don Mirgeti, që janë gjithë që nuk falenderoj korin, e mrekullueshëm për këngët që na ka bërë tenorin, që kënoj, e lejoni një falenderim për një person që unë e kam për zemër, sepse është gjithmonë i pranishëm në këto eventet tona, Baba Mondin, që ka ardhur nga Tirana, që e gjithë të shoqatës botërore të Bektashive, që këtë vit është edhe presidenti i Këshillit Ndërfetar
të Shqipërisë, edhe kështu që punojmë bashkë, faleminderit që na keni liruar të gjithë juve. Në mënyrë të veçantë më lejoni ato ish të burgosur që janë këtu, e pranishëm janë shumë, e di që janë, i falenderoj gjithë që keni ardhur sot këtu, edhe e keni nderuar kardinalin sigurisht, por edhe është një vend memorie, një vend përkujtimi. Nuk du të zjas më shumë, por thirrja ime është për shtetin shqiptar, për qeverinë shqiptare. Ky sit këtu nuk duhet humbet, nuk duhet shkatërrohet. Sepse po shkatërru brezat e ri që nuk e kanë jetuar të thonë, s'ka në asnjë gjë. E kjo do të ishte fatkeqësia më e madhe, sepse ajo që harrohet përsëritet. Ajo që harrohet përsëritet. Edhe nëse përsëritet sot, përsëritet mas 20 vjeç, jeni të sigurt për këtë gjë. Sepse e keqja është si grami. E ka rrojën këtu për i del koka dikun tjetër dhe shkullet me zor. E keqja, kështu që komunizmi ka qenë një e keqe për këtë vend, ka qenë një gram, ka qenë një kancer për këtë vend, dhe ne duhet ta ruajmë këtë vend pikërisht për të kujtuar se sa i keqe ka qenë, e shpresojmë që të investohet që ky vend të bëhet një vend memorie. Zoti ju bekoft gjithëve. Zoti na ruaj gjithë. Ne të përgjekurit politik kemi nderin dhe privilegjin e veçantë të vlerësojmë figurën e eminencës tij, kardinalit Ernest Troshani, si nderi dhe krenaria e përgjekurit politik të Shqipërisë, ku kryesia me vendimin e datës 22/7/2006 i ka dhënë dekoratën nderi i përgjekurit politik me motivacionin. Për jetën e tij të përkushtuar në shërbim të fesë, atë dinitetin njerëzor, për qëndrësën e jashtëzakonshme ndaj pjekës politike gjatë regjimit komunist, për dëshminë e rrallë të besimit, faljes dhe humanizmit, si dhe për kontributin e vyrë në promovimin e vlerave universale të paqes, tolerancës dhe bashkëtesës ndërfetare, duke nderuar Shqipërinë në mbar botën. Dhe ftoj Zenet Dragun, bashkëvujtësin e kardinalit për t'i dorëzuar dekoratën. Kemi bërë një dhuratë pak të veçantë për kardinalin, duke qenë se shumë ishte burgosur politik që kanë qenë bashkë me kardinalin, kanë thënë gjëra që kanë përjetuar gjatë kohës që kanë qenë në burg, dhe një ndër ato që ishte pjesa më e bukur ishte që kardinali Ernest Troshani ka ngushëlluar shumë të rinj të burgosur të asaj kohe në Spaq, që tentoheshin të vetpriteshin, të shkonin tek telat me gjëmba sepse ishin mërzitur nga jeta në burg. Unë jam vajza e një të burgosurit politik, Fran Gega, dhe babai im më ka thënë që për herë të parë kam qarë kur kam parë priftërinë në burgun e Spaqit, dhe kanë qenë ata që mua më kanë dhënë forcë për të ecur përpara dhe për të përballuar 15 vite burg politik. Prandaj kemi bërë burgun e Spaqit dhe kardinalin që po ngushëllon një të burgosur politik.
Leoni i 14, shenjtëria e tij, që kardinali e përmendi shpeshherë, nëpërmjet kardinalit na ka nisë edhe bekimin e tij, na ka nisë urimet e tij, na ka nisë përshëndetjen dhe afërsinë e tij, sepse para se kardinali të vinte këtu, ai ka dhënë lejen e tij, bekimin e tij, sepse kardinalet kanë një rregull për me lëviz dhe nëpërmjet bekimit të kardinal Simonit, ne do të marrim edhe bekimin e Papa Leonit të 14. Edhe kështu që një duhet tërkite për papën tonë. Lutjen që do të bëj tani do të jetë për papën, për dështarën, për vëllëtaren edhe për të gjithë ne. Si ka gjeni të marë atë në shëpër të të Kështë po filloj lutjen e fortë e egzorcizmit. Papa Leoni 13, Papës Leoni 14, para shumë viteve, kjo forme me përshu botën për tentative të ndeshme që të gjallë buban në luftën e parë botërore, në luftën e dytë botërore për me shkëtru botën. E ky egzorcizëm, një ideologi për shenjë Shme Arkangjell i lutën. Bota për pandemisë për bëhet nami. A ko ndoj lutin qilë që du të përshoj botën për pandemisë. E goja e shenjë Shme Arkangjell i tha, ashtë lutja që ka formulu Papa Leoni i 13. E kam përdu të 70 atin, jam gëtinu edhe për gëtu t'i e parë 70 në 63, jam gëtinu prapë në 73 të në këtë vënd ku jena, për që shkej Ministri Manshëm, filmote, kishte filmu këtë situatën, që mu dëshën që me më tekë për gjallën. E dire ta qoftë kush që kam përnë për të kohë. Pështi, këto lutje janë që nga përshkojnë. Po kese popullë lutën, fjalla e shetë Shme Arkangjell. Të gjitha smundjet që vërditën për botë të eliminohen. Tërmetet që bani kërdinë botë të eliminohen. Kataklizmat që bani qojnë astronom e djetar shkëtëtar dhe që krishin. A i ka kryu kriven që dhe të ka ndërtana, a i banë gjitha përshmarit. Edhe gjitha luftat, në rasë popullë lutën me zemër. Kjo lutë që t'ju bëmë të shtimë. Po dhe me pas kujdes, se kur e bajnë, ndodhë në i variant që do kush ma tjetë e fesnium, i pushu për djallët, e më të hidhët e më të rëzohet. Më të e kam të duhur. Të kejnë kujdes në këtë ndalë. Adatim, në mërë patës e Filë Spiritu Sancti. Princeps, gloriosissimo Celestissimo Santo Pigar Arcangelo, e fainderos in paio das principes apostolus. Attraverso direttore sta per fare quanto spirituale nei cristiani celestici. Bene che si rompe che se mai pesciate in diavolo in personaggio. Te custode nel patron santo vedato chiesa. Tibi tradem santo torno sopra pesciate cantas. Da pregare di un pace sotto cosa santa sopra i sossi. Deuta vai capteo satana, o se de ecclesia. O per nostro spazio con spaidatissimo citatissimo misericordia Domini. Ed apparendo al tracorum sapete antico con questo diavolo satana benegato per la sinapsi seduto ambis gentes. Et in nome Domini nostro Gesù Cristi, intercedente Immacolata Virgine Maria, beatus apostoli Spiritus Paolo, et omnium sanctus, et sacra nostra autorità dei profici, ad intenzione da vostra la pare sicura credibile. Exurga Deus, se pente rimisce da pubblico che da faccio per te voce pente che da faccio. Ex crucem Domini, pubblico da farsa dasse, vice Deo de Devuda, radix David alleluia. Fiat misericordia tot obsur consum subtex. So tam sesies, om seundus spiritus, om satanica potestas, om sin cuscia fransa versari, om legio, om conungreas diabolicam.
in nome di virtù del nostro Gesù Cristo, e radicare e fugare della Chiesa Parivamos al con il sacro prezioso divino sangue redempis, ne cultura vars captios, tenere homes e credere, o per i nostri paesi conspiratissimi, o cittadini nostri misericordie Domini, et apparente tracone, serpente antico, qui stiamo stato amberigato da sempre sono stato amsgens, et pax et benedictio omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendens sobre vos et nos semper. Krishti që të Zotit që manushëm, ku bekoft të njetën me të familjet e gjithë botën. Nara Krishti e manushme, nara Krishti e mbrojt për gjithë të papritëve. Mërtnia, dashnia, paqja, bekajtja në dhënia për gjithë popullit e botës, në emrin e Krishtit në të botën. Kjo është tu Jezu Krishti. Me shokrye shkojmë në paqe. Tani kardinali do t'ulet përpara alterit, do ju bekoj gjithëve, po ju lutem shpejt mos ulni në gjunjë me radhë via bekimit, asnjë mos ulet në gjunjë. Ata që e kanë taku dhe herë tjera, t'ja lënë vendin atyre që se kanë taku kur, që dhe kardinalit mbarojë punë se nuk është 20 vjeç, por ju urojmë 120 vjeç. Prandaj kushdo që të vijë do ju bëjë kryqin tek balli edhe lëshoni radhën tjerë. Ju lutem, se është edhe shumë nxehtë. Zotin, am pas babën këtu të plak. Sergio, sa mane. Che abbiamo nei foto non posso. Cosa c'è sono? Non pago.